para, kjo është një pyetje ofenduese që unë jam e bindur ti kur një burri nuk do t'ja kishte bërë, nuk do t'ja kishe bërë. Sepse ti kur një burri nuk i thua apo vepron pa vetdije. Një pyetje të tillë ja bëni vetëm një gruaje. Dua t'i siguroj qytetarët e Republikës së Kosovës që asnjë vendim për gjatë gjithë karrierës sime politike nuk e marr pa vetdije. Pra e ka marr me vetdije të plot, me besim të plot, që ky vendim është vetëm në interes të Republikës së Kosovës. E para. E dyta, të gjitha partitë kanë thënë që nuk janë kundër mërgimtarëve, nuk janë kundër mërgatës. Pra pse ju po paragjykoni që mërgata është vetëm në favor të një partie? Dhe e fundit, po tash këto janë zgjedhje të reja, partitë kanë deklaruar që nuk janë kundër pjesëmarrjes së mërgatës, dhe siç e thash, si presidente kam detyrim që të zgjedh një datë kur kemi pjesëmarrje më të madhe, e jo pjesëmarrje më të vogël të qytetarëve me të drejtë vote. Dhe sipas ligjit që e kanë miratuar po këto parti politike, mërgata ka të drejtë të barabartë për votë me të gjithë qytetarët që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Kjo është e drejtë e garantuar me ligj, të cilën ja u kanë dhënë të gjitha partitë shqiptare pa dallim. Pra ata kanë të drejtë të votojnë, dhe në qoftë se kanë të drejtë të votojnë e janë në Kosovë në atë datë, janë më se të mirëseardhur. Se kur mërgata po investon në Kosovë, kur po dërgojnë remitanca në vlerë të buxhetit të Republikës së Kosovës, kur po investojnë në biznese që po krijojnë vende të punës, të gjithë po i dojmë. Rrjedhimisht duhet të i dojmë edhe kur të vinë me i vizitu familjet, edhe datën e zgjedhjeve, unë jam presidente edhe e tyre, dhe do ta mbroj të drejtën e tyre derisa jam në politikë dhe pavarësisht në çfarë pozicioni jam në politikë, po ju siguroj që vendimet janë veç me vetdije, asnjëherë pa vetdije.